Ti nuk do jesh kur vetëm, kjo është motoja ime dhe jona sa herë fatkeqësitë ndryshme godasin vendin e njerëzit, që nga tarmeti shkatrus e mira shtëpive dhe deri tek sikleti rënuar si një familje të goditur nga uji, nga zjarri apo nga një fatkeqësi tjetër. Dhe dua t'u përcjell përsëri të dëmtuarve nga kjo goditje e fatkeqësisë së kësaj here, se ne do të qëndrojmë me të njëjtin dinjitet njerëzor, shtetëror dhe politik çdo detyrimi ndaj tyre, qoftë për banesat, qoftë për gjën e gjallë. Puna jonë intensive nuk mbyllet me përmirësimin e situatës së motit, por do të vazhdojë me riparimin e dëmeve në infrastrukturë dhe të çdo dëmi në familjet e prekura nga uji. Ekipet tona të verifikimeve janë në terren që nga dita e parë, ndërkohë që Ministria e Financave e ka të përgatitur tani më të gjithë planin me skenarët e dëmshpërblimit. Presim rezultatin përfunditar të verifikimeve për të kaluar në fazën e dëmshpërblimeve. Dhe mos harroni, kur ne erdhëm në qeveri, në malin e borxheve që na lanë trashëgim, aleatët e sotëm të fatkeqësive ishin dhe 2 kodra të larta borxhesh nga përmbytjet e zonës Shkodrës.